Mirë dita, dua trajtoj një problem që më shqetëson kohët e fundit për sa i përket librit. Prodhohen shumë libra në Shqipëri, sidomos libra poetik, me tregime, monografi, të gjitha gjinit e librit, thuajse, por problemi kryesor është se shpërndarja. Ka 3 pika shpërndarje me shumicë dhe nuk ka asnjë lloj mekanizmi tjetër që të çojë librin e ri, qoftë të gjitha gjinive, nga vermosi konisport si ka qenë monizëm. Pra, prodhojnë libra, përqendrohen vetëm në Tiranë, sepse edhe ato pika shumice do të vinë vetëm nga qytetet për të marrë librin e ri, dhe kështu ngelen stogje gjithë librat e autorëve. Ky është një problem sepse ndryshe ndodh në botë, ku ka mënyra të tjera të funksionimit të shpërndarjes së librit, që libri të vejë skaj me skaj vendit ku dalin librat. Ky problem, besoj, mund të jetë zgjidhje vetëm nëse shteti ndërton një mekanizëm, siç ka qenë më parë, që është e detyrueshme që libri patjetër të shkojë në të gjitha skajt e Shqipërisë, sepse një që është në Vermos apo në Sport, ka dëshirë të marrë një libër, nuk mund ta gjejë dot dhe nuk informohet për daljen e këtij libri. Dhe shteti në këtë rast hesht, dhe kjo varet nga 2-3 pika distributorë të shitjes me shumicë, që janë në Tiranë, të vendosur te 21 dhjetori, por që janë shumë spontane dhe të paorganizuara. Kjo bën që libri të mos shkojë te lexuesi dhe të ketë probleme të jashtëzakonshme për sa i përket leximit të librit. Është një problem